Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është bërë objekt i një pranku nga dy komedian rusë të njohur për mashtrime të tilla ndaj liderëve botëror. Mediat ndërkombëtare përfshirë Associated Press dhe Washington Post kanë raportuar për këtë ngjarje, duke bërë të ditur se Kurti ishte mashtruar duke menduar se po fliste me presidentin e Letonisë. Sipas raportimeve, telefonata kanë ndodhur pas zgjedhjeve të nënshkurtit, të cilat ende nuk janë certifikuar nga autoritetet zgjedhore. Zyra e kryeministrit të Kosovës ka pranuar incidentin dhe ka sqaruar se për shkak të numrit të madh të thirrjeve të pranuara pas zgjedhjeve, nuk ishte e mundur të verifikojë çdo telefonat në detaje. Kabineti i Kurtit ka theksuar se kjo nuk ishte një situatë e zakonshme dhe se verifikimi i thirrjeve të tilla në të ardhmen do të përmirësohet për të shmangur raste të ngjashme. Në përmbajtjen e bisedës së regjistruar dhe më pas të publikuar nga komedianët rusë, është diskutuar për çështje të ndjeshme përfshirë marrëdhëniet në Serbi dhe Rusinë. Kjo ka ngritur shqetësim mbi pasojat e mundshme të një incidenti të tillë për diplomacinë kosovare dhe për sigurinë e informacionit shtetëror. Nuk dihet ende nëse gjatë kësaj bisede Kurti ka ndarë informacione të ndjeshme, por opozita në Kosovë ka kërkuar sqarime dhe llogaridhënie nga qeveria mbi masat e sigurisë që do të ishin zbatuar për të parandaluar një mashtrim të tillë. Ky nuk është një rast i parë që liderët politik bien prej mashtrimit të komedianëve rusë, të cilët kanë realizuar telefonata të ngjashme me figura të tjera të njohura ndërkombëtare. Kjo ka shtuar diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe nevojën për masa të rrepta në verifikimin e kontraktave të zyrtarëve të lartë. Nga ana tjetër, incidenti ndodh në një moment delikat për Kosovën, pasi zgjedhjet e nënshkurtit ende nuk janë certifikuar dhe vendi është në pritje të formimit të qeverisë së re. Pasi të përfundojë ky proces, pritet që presidentja e Kosovës Vjosa Osmani t'i kërkojë Albin Kurtit të nisë përpjekjet për formimin e kabinetit të ri qeveritar. Ngjarja ka marrë vëmendje të gjerë në mediat ndërkombëtare, duke ngritur pyetje mbi nivelin e sigurisë dhe kujdesin që duhet të tregojnë liderët politik në komunikimet e tyre. Përderisa qeveria e Kosovës ka minimizuar ndikimin e kësaj telefonate, ekspertët e sigurisë dhe opozita konsiderojnë incidentin si një paralajmërim për nevojën navitje të vigjilencës në nivel institucional.